Ja që të sujmë A ne pyet shefin. Unë mendoj që parlamenti do të më postë. Ne si qytetar, si votues të gjitha partitë, si edhe veteran, invalid, kemi një kërkesë për koalicioni që ka parë. Nëse që ne këto mandem shprej, një kolegi unë, nëse keni mundësi, pajtojme ne me që se dhe Amerika ka në thotë, bëni diçka për vete, po si para për që të stop vetin ta mund, po nëse sheni të arsyeshme, në agritin zonë, brenda kësaj, në shkunë, s'ki ku në shuar lezohë mërë me vjetë, e shëtë arsyeshme në shkumë, në aljen e aty, falëndroj për kontribucionin, suksese. Kurime, mandati i ri, ne dëshirojmë punë të marrë, ne si qytetar, edhe si votues të gjitha partive, edhe si veteran, kemi një kërkesë për juve ta lexoni një lloj fletimi, meqenëse edhe Amerika ngriti zërarin për këtë drejtësi, dhe brenda kësaj të jep një kontributin ju aq çau, dakor, sepse në fundit ky parlament e ka pru një vendim, po ky parlament mu i bjen edhe timet që të paktën mund të jenë drejtësi dhe të paktën mos bëhen abuzime siç e thash shtëpia Baçë që bëhen në gjykatën speciale. Shalom, sot ta lexoni dhe rrit na nënshkruni, po mos i tashini, kemi deputet që nënshkruan, po merrni edhe me veti lexoni. Faleminderit te juve. Urime sukses. E burri fort. Si urime mandat. Suksese. Uroj në parlamentit të kryejnë të tyrat që i keni marrë përsipër. Megjithatë, një njëjtë aksionet, një njëjtë guximshëm, paktin e deklaru kështu, dhe dëshiroj ta lexosh një të qytetarëve, të votuesve të ju, prezencë të gjitha partive, që e kemë për drejtësi, meqenëse edhe Amerika sot e dje e pardje shtëpia tha që po abuzohet me një drejtësi, prandaj ta lexoni dhe të na nënshkruni, ka kolegë që na kanë nënshkruar, që do ne merr, po do të guximshëm e nënshkruan më vonë, po në llogaritë që ti e lexoni e nënshkruan çdo. Ja që të sujmë A ne pyet shefin, s'ka problem. Ja, do këshpitë se Atër pranaj, unë e llogaritë që ti e kryen mandatin ashtu që du. Respekte, faleminderit.